kësaj radhe në reportazhin Ma pikturo ëndrrën do t'u asjellim një shtëpi ende të papërfunduar. Kjo për faktin se pronari i kësaj shtëpie, zotëri Muhamet Ajrullahu, jeton dhe vepron në Gjermani. Ditët që do të qëndrojë në Kosovë i ka të numëruara. Kjo shtëpi është ndërtuar në fshatin Zhegër në komunën e Gjilanit, aty ku edhe zotëria Ajrullahu ka rënjët e familjes. Pavarësisht investimeve të mëdha që i ka bërë në përgatitjen e terrenit për të ndërtuar këtë shtëpi, ai ka zgjedhur një arkitekturë të thjeshtë, por mjaft të bukur. Ato që të bie në sy në arkitekturën e kësaj shtëpie janë këto tulla të vogla, të cilat kanë mbuluar pjesën më të madhe të shtëpisë. Pastaj këto punime rreth dritareve, si dhe këto shtylla të cilat e bëjnë edhe më të veçantë këtë shtëpi. Ndërsa pamjet në oborin e saj tregojnë që aty është duke u punuar dhe edhe pse nuk është e përfunduar, shihet se aty është duke u bërë një punë e mirë. Ndërsa muri i cili është i punuar me gur është një karakteristikë tjetër e kësaj shtëpie. Kjo shtëpi ka rreth 300 metra katror. Ndërsa tani të vazhdojmë për të parë interierin e shtëpisë. Aty na priti familja Ajrullahu. Dhoma e ditës në këtë shtëpi ka rreth 70 metra katror. Mobiljet në këtë hapësirë pronari ka vendosur t'i marrë prodhim vendor. Ato kanë një stil klasik dhe janë një kombinim shumë i mirë i ngjyrës ari me të argjendshtën. Ndërsa këto perde janë të prodhuara në Gjermani dhe korrespondojnë shumë mirë në ambientin e kësaj shtëpie. Në kuadër të kësaj dhome është vendosur edhe ogjaku, element ky të cilin e kemi hasur në pothuajse të gjitha shtëpitë e bukura të Kosovës.
Në këtë hapësirë është inkorporuar edhe trapezaria, e cila po ashtu është prodhim vendor. Këto mobilje, të cilat sa janë klasike, aq janë edhe moderne, janë edhe mjaft të përshtatshme për të ulur në to. Përveç kësaj, një e veçantë tjetër e kësaj tavoline janë edhe dekorimet e punuara me dorë. Ndërsa aty të bie në sy edhe këto dekorime të argjendta, të cilat janë blerë në Dubai. Edhe kuzhina në këtë shtëpi është prodhuar në Kosovë. Pjesa më e madhe e mureve në këtë shtëpi janë të mbuluara me letra muri të kombinuar me shtofë. Kjo shtëpi ka 4 dhoma të gjumit. Sigurisht se në traditën tonë pritja e miqve është shumë e rëndësishme, andaj edhe në këtë shtëpi është ndarë një dhomë e veçantë për ta. Kjo dhomë ku dominojnë ngjyrat zi, bardhë dhe kafe është e djalit të pronarit Rafaelit. Ndërsa sigurisht se vajzat kanë krijuar një ambient krejt tjetër në dhomën e tyre të gjumit. Në këtë dhomë dominojnë ngjyrat e portokallt si dhe ajo pink. Kjo është dhoma e pronarit të shtëpisë. Sikurse edhe dhoma tjera, edhe kjo dhomë ka 20 metra katror, si dhe mobiljet e saj janë prodhim gjerman. Ky abazhur i cili është vendosur në këtë dhomë është prodhim turk. Shtëpia ka 4 banjo, qeramikat e së cilave janë prodhim italian. Kjo ishte shtëpia e familjes Ajrullau në fshatin Zhegër në komunën e Gjilanit, e cila përveç sistemit të monitorimit me kamera, është e pajisur edhe me sistemin e alarmit.
e ju shikues të Radio Televizionit 21. Tashmë e dini se propozimet tuaja për shtëpitë e bukura të Kosovës mund t'i bëni në faqen tonë në Facebook Shtëpitë e bukura të Kosovës Viz RTV 21.